Lajmi nuk është i mirë fare, ndaj nëse doni mos e shikoni, por unë e kam për obligim t'ju njoftoj. Pas shumë diskutimesh, partitë në pushtet në Gjermani kanë vendosur të mos e vazhdojnë subvencionin për uljen e çmimeve të karburanteve, që do të thotë se çmimet do të rriten. Flitet se mund të ketë edhe masa të tjera, por fakti është ky. Pra, nga data 1 korrik 2026 nuk do të ketë më subvencione prej 17 cent për 1 litër karburant, dhe ky është me siguri një lajm jo i mirë për të gjithë ata që jetojnë në Gjermani dhe në veçanti për ata që duan të udhtojnë madje edhe për pushime. Por partitë në pushtet thonë se janë të përgatitura që të reagojnë menjëherë në rast ndryshimi dramatik të çmimeve, ndokse nuk thonë se çfarë do të ndërmarrin. Disa media serioze gjermane njoftojnë sot se nga fillimi i korrikut nuk do të vazhdohet pra ulja e çmimeve të karburanteve. Këtë e kanë konfirmuar edhe përfaqësuesit e partive në pushtet CDU, CSU dhe SPD. Sipas tyre, subvencionimi i çmimeve i futur në fillim të majit ka qenë një sukses dhe ka dhënë rezultatet e pritura. Por subvencionimi nuk do të zgjatet sepse, siç thonë ata, nuk është i arsyeshëm nga ana fiskale. Me një fjalë, qeveria nuk planifikon të vazhdoj subvencionet, ndërsa sa i përket efektit, çmimet e karburanteve janë luhatur shumë këto kohët e fundit dhe gjatë ditës ka pasur një rritje apo ulje mesatare deri në 18 cent për 1 litër dizel dhe mesatarisht për 14 cent për 1 litër benzin. Kështu e kanë vlerësuar ekspertët, natyrisht. Përfaqësuesit e partive kanë kërkuar nga pronarët e pikave të karburanteve që të mos ketë rritje të ndjeshme të çmimit pas skadimit të zbritjes. Ata thonë se koalicioni në pushtet është i përgatitur të ndalojë një shpërthim të mundshëm të çmimeve, duke thënë se mund të ketë masa të tjera nëse çmimet rriten në mënyrë dramatike nga data 1 korrik. Këto masa mund të merren edhe gjatë pushimeve verore, por ata nuk e shpjeguan se cilat mund të jenë kundër masat ndaj rritjes eventuale dramatike të çmimeve, siç thonë. Sidoqoftë, fakti është që çmimet nga 1 korriku do të rriten prapë, e sa do të rriten natyrisht mbetet të shihet. Ndryshe, qeveria po trajton masa të tjera lehtësuese. Sipas disa burimeve, flitet për masa të ndryshme lehtësuese që kanë të bëjnë me subvencione për shoferët, me të ardhura më të ulta, pastaj për pagesa më të larta për udhëtarët, flitet për masa të ndryshme me një taks më të ulët për energjinë, një ulje të taksës së energjisë elektrike për të gjithë e tjerë, por këto janë akoma me që të dashur vetëm plane, e kur të dihet sakt se cilat do të jenë masat, unë me siguri që do t'ju njoftoj menjëherë. Ndaj, mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe nëse doni mund edhe ta shpërndani këtë video. Ndërsa unë ju falenderoj shumë dhe ju përshëndes kudo që jeni, pavarësisht faktit që lajmi nuk ishte edhe aq i